si të vjedh 17 herë shqiptarët, se si të rrish çmimin 5 herë në vjedhje. A do vazhdojmë ne? Jo, ne se lëshojmë të shesh. Ky është sheshi ynë. Ky është sheshi ynë. Ne dalim nga ky shesh vetëm kur të shpëtojmë shqiptarët. Vetëm kur të shpëtojmë Shqipërinë nga kjo bandë. Miq, arme e dytë e të mërshme e kësaj bandë është droga. Çfarë ndodh me drogën? Euro për tokë, sepse vinë eurot e drogës me kontejner. Me qindra nërmarrjet të eksportit falimentojnë. Me mira punëtor dalin pa punë dhe marrin rrugë të dhëut. Kjo është mënyra. Pse ikin? Ikin se vdesin, se shkatrohen vendet e punës. Çfarë ndodh? 35% zhvlerësohet euro. Ata pensionistë, 10.000 që jetojnë me ndihmën e familjarëve të tyre, 35% me pak marrin, 35% me të varfër bëhen. Çfarë ndodh? Çmime stratosferike ndërtime, se baron të drogës nuk i ka gjatë parat.